Së pari të thëmë në një vizit që bëra në Sloveni dhe kontaktet e biznesit kosovar me atë sloven, mora informacion se raporti ka qenë 9-1, që do me thonë 9 herë kemi importu, 1 herë kemi eksportu me Slovenin. Unë menoj që thellimi i këtij hendeku ose në këtë vetë sigurisht këtë që e thash, me siguri se ne nuk do të arrim shifrën me rremullaksu në 1 miliard eksport dhe sigurisht që importi do t'jetë ky afërsisht se jemi në gjysmën, kemi fillu gjysmën e 2 vitit. Ju referova shifrave drejt. Aja është gjendja në perceptimet tona. Kjo vjen nga një mospasje të një programi, mospasje të një përkraje ndaj prodhuesve tonë që dihet që ne prodhojmë mollra dhe shërbime. Në këtë rast, unë nuk kam pa një program të qartë ose kur farë programi definum se çfarë do të me çfarë instrumente do të mbulohet ose përkrahet sot prodhuesi jonë. 3.5 miliard kryetar gashi ishte në vitin 2003, vlera e produkteve të importuara. Shkoj në vitin 2024, mbi 1 miliard më shumë, në vitin 2025 po ashtu, në vitin 2026, në deri në këtë kohë, 6.5 miliard vlera e importeve. Kush janë faktorët që po e bëjnë me ngërç kretë industrin prodhuese në Kosovë, si pas jush? Pse ta kemi këto import ka shumë në shifra të mëdha? Çdo vit të rritur. Po, unë thash se ne nuk kemi një program të përkrajes. Për edhe ata prodhues që ne sot i kemi, nëse ne po përgatitemi me bon eksport produktet tona, unë mendoj që Ministria e Tregtisë ose dhe vetë qeveria do ta ketë një subvencionim. Çka nuk kupton kjo? Të gjithë po mendoj ata që po eksportojnë të kenë një përkrahje për me mbulu krejt këtë zinxhir i cili i kostove që ndodh derisa ne përgatitemi, po dhe rrismi prodhimtarin për eksportet tona në këtë rafsh. As është të fuqi masa e subvencionimit për subvencionimi i eksportit. Po. Përkraja e programi përkrajes edhe 2 subvencionimi i eksporteve. As është nuk ndodh kjo aktualisht? Kjo fare nuk ndodh. Domethënë ne nuk jemi të përgatitur edhe çka është gjëja më e keqe në këtë rafsh, gjëja më jo përkrahëse, ne kemi ndërtu disa ambasada. Nuk di sa do jenë ato ambasada, por atje nuk ka as atashe ekonomik. Ne faktikisht do të ndërtojmë vetë ju. Çdo prodhues i joni të gjoj kanale. Korridoret e tregjeve, po. Po, tregjet t'i gjoj vetë. Atëherë, ky është një paralelizëm. Pse ndodh gjë kjo kosto të mbajmë të ambasada kur ato nuk arrin dot të mundsojnë, lehtësojnë depërtimin e produkteve tona në vendet ku ne e kemi synimin, por ne paralelisht bëjmë kosto shtesë për me mujtën me gjetë prodhues. Dje në zyret tona ishin blerës nga Turqia, zinxhirët mëdha të marketeve, produkti jonë që është fabrika e lonxheve, ishin negociata që ne ju dham gjitha informacionet për eksportin në Turqi. Kemi të liberalizuar tregun 100% me Turqinë. Çfarë po them? Po them që ne si buxhet që kemi të shtetit, nuk e kemi asnjë përqindje definuar ndome, një strategji afatgjate. Strategjitë zakonisht janë 5 vjeçare. Bon politika shtetënore me rrit prodhimtarin tonë, por me përgatit mundësinë tonë më të lehtësuar për eksportet edhe këtë rafsh, mendoj rritja e eksportit neve na krijon pozita një perspektive në të ardhmen se po rritemi, edhe pse do të kalojnë shumë vite që ne
të bëjmë një balancim mes eksportit e importit, nëse thëmë 50-50. Bilanci tregtar është në shifrat frikshme. Ky bilanc tregtar i keq për ekonominë. Dy indikatori përmende programin e përkrajës, që mungon aktualisht nga shtetit, dhe subvencionimin e eksporteve. Po indikatori i tretë, kush është? A ka të tjerë indikator që bëjnë industrinë prodhuese, ato që kështë aftësi konkurruese të gjerë produktet jashtë në tregje rajonale me gjerë. Pse biznesi është në kaq ngërç, në kaq panik, nëse mund ta them ashtu. Kjo tregon panikun. Biznesi, ambientit bërit biznes Kosovë, dita ditës po vështërsohet. Një nga faktorët mund ta marrë edhe rritjen e çmimit të energjisë, i cili në zinxhir krijon kosto të reja, krijon që produktet tona nuk mujnë me pas një atraktivitet për shkak të çmimeve, se ne ato kosto do t'i përllogaritmi. Nuk kena një politikë të qartë për faktorët që quhen klime biznesit ose të gjithë rrethonat ku bëhet prodhimi jonë. Mos pas faktori i dytë, jo stabilitetit tash që ka donë jo stabiliteti i burimeve njerëzore. Ne kemi një situatë shqetshme ku njerëz tonë, punëtorët tonë, faktikisht nuk kemi të mjaftueshëm, edhe presionet bëhen më të mëdha për rritjen e pagave. Është shumë vështirë me bë një hap, edhe gjithherë ne afarisht që jemi me tradit, mendojmë që ai ta sheh perspektivën në atë kompani, se nuk është zgjidhja në afat të shkurt, ta sheh jetën e vet, jo vetëm pagën, po ta sheh edhe perspektivën e profesionit, stabilitetin në afat gjatë. Edhe kjo është edhe një faktor që po rrezikohemi, pse nuk shohin perspektivë. Ku janë faktorët që nuk shohin? Vetëm në ambient të kompanive, po edhe kështu në jetën e përditshme njerëz faktikisht me sa unë bisedoj, nuk e shohin në afat gjatë një perspektivë të vete, e presin hapin e parë për të larguar në vendet ku migrimet vetë biznesi, vetë industria. Vetë industria. Do më thonë, pse mos pasja një perspektivë edhe një përkrahje vetë industria, sigurisht që nëse nuk planifikon të dislokon dikun në një vend ku mund të ketë, edhe tash shifet që njerëz kosovarët nuk janë më ata që në fakt në gocën e mbyllur janë duke edhe vendet tjera, si Afaro, çfarë. Kompanitë që kanë lindur ose po zhvillohen në vendet perëndimore ku janë mase një ardhme nashta që bojnë një përvojë, kanë gjetë shtratin për me kriju suksese, dhe këto suksese ose partneritete me këto kompani jashtë dhe brenda, neve na japin mundësi, na japin mundësi për një organizim më të... Por çfarë ndodh në aspektin shtetëror? A kemi ndonjë lëvizje? Sot e kësaj dite Kosova po importon, po t'u bën paron në përkufe. Nuk është në gjendje me kriju spari një ambient që të veshëjat mblidhet në brendit, krijoj organet që ndryshme në brendit vendit. Dhe ne që në start duhet të paguajmë taksat për shtetin, kurse fitimet tona edhe problemet tona janë në fund tunelit, në kuptë shpeshherë dhe zinxhiri i inkasimeve, të pagesave, asnjë instrument shtetëror i joni nuk po tregohet efikas, që edhe ky është njëri nga faktorët të bërit biznes, që do të thotë çfarë është siguria brendshme e mbrella në si përmorsi kur ai detyrohet të gjitha t'i lëshyjnë ose mirën në mënyrë të dhënshme, them se faktikisht ne detyrohemi të marrim kredi enorme të mëdha me mbulu edhe zinxhirin e mos inkasimeve dhe zinxhirin e po mendoj edhe obligimet që rrjedhin pagesave nga arkëtimi tyre, po. Do të thonë, kjo është edhe një nga faktorët që neve na rrezikon, pse nuk shohemi, as nuk
po shumë që do të bëhet një përpjekje. Një pjesë e ekonomisë në Kosovë ende ka met në informalitet, edhe kërkosh nuk e thot hapur, por ne që punojmë në këtë vend e shumë që aja ka mbetë dhe aja vazhdon. Aja as nuk publikohet, po mund të jetë ndikon 30-40, unë tash nuk do të... Në këto shifra 30-40%? 30% mund saktë. Së nuk e thot qeveria? Po nuk e thot, se nuk i konvenon qeverisë me e thonë se do të është një gjoj keqe për ta që nuk arrin dot me zvoglu këto. Po unë nuk shoh dhe shenja për këtë disiplinë financiare. Dhe kjo është një nga faktorët shtesë i të bërit biznes. Sa partner të huj, unë kam pas për me kriju partneritete, janë këta faktorë. Mos i thëmë faktorin gjykata që lëndë nuk zhidhen me 10, 15, 20 vite, lëndët shumon edhe nuk zhidhen problem. Gjykata komerciale, por përgjithësi sistemi drejtësisë është zvarrit trajtimin e çështjeve. Si? Në përgjithësi sistemi drejtësisë zvarrit në pafundësi trajtimin e çështjeve. Unë ta thash që mesatarja do të del aty, ne kemi lëndë edhe 20 vite, po për marrë një mesatare, po në fakt, jo efikasiteti edhe shpejtësia zgjidhjeve këtu, çdo njeri që don me fut kapitalin, se tash për shembull mund të bëjmë partneritete, edhe unë gjithmonë kam qenë ai që kam thonë se partneritetet na dohen për me mësu, edhe përvojën edhe krejt. Një treta e partneritetit, për shembull nëse dy hise janë parat tona, mund të marrmi përvoja, hulumtojmë tregje dhe bëjmë një mundësi për me kriju një stabilitet. Jam të shiku një deklarat të zonjës Kusari që dha këto ditë ku e paraqitit gjendjen e bilancit tregtar të Kosovës, që tha se nuk është e mirë, por se kanë identifikuar pikat kritike të këtij bilanci jo të mirë tregtar për Kosovën dhe se në renditi disa prej pikave që nuk e ndryshojnë me njëherë këtë realitet të zymt ekonomik, por do duaj kohë. Midis tyre ishte edhe aftësia, edhe aspekti human njerëzor, cilësia produkteve, konkurrenshmëria, etj. Po nuk përmenden kërkun siç thatë ju, ambasadat, mbështetje konkrete e kështu me radhë, që do të ishte një indikator mbase unë e thash për ambasadë. Çështën e energjisë e kështu me radhë. Përmend edhe çështën e energjisë, po. Halka ose zinxhiri e ambientit bëri biznes, nëse dikun çalon një faktori energji është faktor keq. Po. Jo stabiliteti energjetik dhe kostot që janë. Unë e kam thonë dhe me një intervistë që kjo çështje e tregut hapur të energjisë ne jemi për treg të hapur, por është e çuditshme. Politikat e shtetit do të orientohen që këto çështje t'i merr me maturi edhe të krijon mundësi që bizneset të furnizohen në mënyrë të rregullt, t'ja krijon infrastrukturën, po edhe çmimet të jenë të tilla që janë përballueshme. Jo ne të ushqejmë një sistem elektroenergjetik i cili për mu është diçka, pasi që edhe në këtë fushë kemi investime tani edhe jemi ka fundi në energjinë diellore, po du me thonë një gjë, pse na nuk po arrim me kornizat ligjore me kalu fazën e dytë. Ne, mos themi, s'kemi berë, s'kemi shumë institucione që janë nevojshme. Kompanitë tona në rrit aty ku e në rrit, po s'kanë se si të shkojnë më të tje, për arsye se nuk është kapacitetet shtetënore kanë metë mrapa, nuk po zhvillohen. Nuk po zhvillohen edhe zëmësia krijohet kur se ne nuk mund të hecim pa një kornizë ligjore të qartë edhe e cila funksionon për t'i shëndru këto kompani. Për shembull, unë kisha tani kompaninë për ta bën një holding të hapur, edhe di sa kohë na merr ajo? Po? Na merr 1 vit, 2 vite, më institucionet tona kanë metë aty ku janë metën në një
ekonomi mas luftës e cila me një kornizë aja çfarë ishte, por aja do të zgjerohet, do të krijohet komunikimi me qeverinë. Unë nuk di, zonja Mimoza apo kryeministri kur ka pi kafe me bizneset reale të Kosovës, më ulmi po, janë këto fabrikat tona, janë këta njerëz tonë, edhe me ndëgju hapur se cilat janë problemet që ata hasin direkt. Ne do të ikmi improvizimeve të njerëzve që kanë kriju një farë virtualitetin në për televizione, ata s'kan as fabrika, s'kan as gjo, edhe gojnë e kanë plot zgjuarësi për ekonominë për atë. Ma thonë, ne kemi disa njerë që kanë kriju një bërthom ekonomike në këtë vend. Që 37 vite e Po s'pakut njëherë në vetë kryeministri një vendit do të munajt me njerë që ja bojnë ekonominë, sa ata dhe mbushin. A ke një analizë, për çka për cilën arsye nuk ndodh kjo? Po, unë nuk e di.